Konstantin, ku e ke besën që më dhe se do të më sjellësh në rutinën sa herë të kem nevojë për të? Tani që mbeta që pëlqej. Dhe pra nuk kam kërkëm. Ti që të tret e besën. Theu, mos të tret të kur. Më ndje që po të pyes përsëri, por kjo është tepër e rëndësishme për ty, për nënën, për të gjithë ne. A ja pe ndonjëherë fytyrën njeriu që të solli? Jo. Po si është e mundë? A nuk të kishte marrë malli për ta? Isha të rënditur, kur e më tha. Jam Konstantin. Kam ardhur të marrë sipas fjalës si për ta thënë. Një ankthi madh më ka pulloj krejt. Të shkoj mendje për keq? Po. Në fillim për vdekjen e nënës. Të vëllezërve. Dhe Konstantinit. Ujë. Gjatë udhëtimit së bashku me Kal, a nuk të shkoj ndërmend sa i fshihej prej teje? Po, më shkoj ndërmend. Por ai e kshite fytyrën për me, sepse ishte i vdekur. Ose nuk ishte Konstantini? Që si ishte gjallë, do të thotë se nuk ishte. Nuk më kuptohet. A nuk të shkon ndërmend se ai mund mos ishte as vllai gjallë, as i vdekur, por një tjetër, një Konstantin i Rem. Tani, mund ta mendoj. Por atë natë, kur? Po tani mund të ndryshosh? S'di që të them. Nuk di që të them. Ndalim. Ajo ka nevojë për qetësi. Përpiqemi të zgjidhim, nuk është tjetër veç se histori i incestit. Mos pandej se ndjenja e incestit pa kryer e ngritit vdekurin nga varri? Si urdhron? Me martesën e motës larg, Konstantini kujtoi se shpëtoi prej incestit. Jo largësia, por as vdekja nuk të shpëton dot prej tij. Mjaft, ti e çmend. E dija që nuk keni një mendje me mua, megjithatë mos më pyet. Je i lojtur, nuk jam i luajtur sot i stres. Ju jeni zotin. Mund të më dënoni, të më hiqni nga puna, të më lidhni, por jo të më pyet. Unë i luajtur, pasar ti. Çfarë? Por i çmendur. Të ndaloj që të flasësh. Ndryshe do të lihem në vend që tani, e kupton? Mund jeni zot i stres.
Ç'kisha për të thënë, thash. Tani po ju bindem. I e veti smur, Margjor. Edhe tani nuk bëj keq të të kujtoj se Konstantinit i pëlqenin i det e reja. Martesat e largta që gjëra tërë kishin qenë një privilegj mbretërish e princeshesh, duhet bëheshin një gjë e zakonshme për të gjithë. Lartësia në martesë tregon forcë, dinjitet. Zonja Plak kish pasur shumë ngatresa për hir të tij me autoritarët. Edhe tani shlotu pak. Ti ke nevojë për qetësi. Zoti kapiten, në manastirin e Tre Kryqeve ju pret kryepeshkopi. Dëgjoj këtu. Thesh të unë po i harroj që të gjitha. Por me kushje edhe ti t'i harrosh që të gjitha. Asgjë tjetër nuk do të nisesha në një kohë kaq të keqe. E kupton rëndësinë e madhe që jep kisha e shenjtë kësaj ngjarjeje? Po, Irsi. Më thoni çfarë duhet bëj? Të mohohet ringjalli njeriut. Të hidhet poshtë, të prapset dhe të ndalohet me çdo kusht. Besoj më kupton, kapiten. Ju kuptova, Irsi. Kapiten, ti vetë beson se i vdekur ishte ngritur nga varri? Jo, Irsi. Atëherë ti beson se dikush e ka sjell atë gruan e re? Po, Irsi. Atëherë na bim për një gjë të tillë. Kërko me këmbëngulje kudo. Kthehe botën përmbys derisa të qesh. Shumë gjëra në fillim duken pamundura. Po pastaj diçka be. Do të bëj çmos, Irsi. Dëgjoj, kapiten. Le të flasim haptas. Flitet për ngritjen e dikujt nga varri. Për një ringjall. Jo. Është erezi. Një krye erezi. Vetëm një është ngritur deri më sot nga varri në këtë botë. Jezu Krishti. Vetëm ai u ngrit nga vdekja për të kryer një mision të madh. Kurse ky i vdekur i juaj, Konstantina si e quaj. Që është ky që kërkon të shëmbullojë Jezun? Ç'fuqi e ngriti atë nga botë për te? Çfarë do të sillte që andaj njerëz? Hiç. Asgjë. Prandaj e gjitha kjo është një herezi kundër kishës së shenjtë. Dhe si e tillë, duhet të dënohet pa mëshirë.